Shqipëria ka aplikuar për programin ndërkombëtar Fshatrat më të mirë turistik të Organizatës Botërore të Turizmit, një nismë që vlerëson fshatrat që kanë ruajtur identitetin, trashëgiminë dhe natyrën e tyre, duke zhvilluar turizmin në mënyrë të qëndrueshme. Një nga 6 fshatra që janë në listën që përfaqëson Shqipërinë është edhe ai Zogaj në Shkodër, ndërsa 5 fshatrat e tjerë do të zbulojnë në javët në vijim. Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaru në një postim në rrjetet sociale tha se Zogaj, fshati i peshkatarëve dhe artizanëve që me thesaret e tij natyrore, kulturore e mikpritje në rrallë, është në listën e 6 fshatrave që përfaqësojnë Shqipërinë në aplikimin për fshatrat më të mirë turistik të Organizatës Botërore të Turizmit. Ky program promovon fshatrat e gjithë botës, të cilat janë destinacione të turizmit të qëndrueshëm dhe mbështesin traditat, kulturën apo asetet natyrore përkatëse. Zogaj gjendet 3 deri në 4 kilometër përtej Shirokës dhe është i njohur për peshkimin, bimët mjekësore e klimën alpine. Ai kufizohet nga veriu me liçenin e Shkodrës, nga jugu me malin e Taraboshit, nga lindja me lumin Buna dhe nga perëndimi me kufirin shtetëror me malin e Zi. Ky fshat kufizohet nga veriu me liçenin e Shkodrës, duke rritur edhe më shumë asetet turistike që ai ka. Zogaj është i njohur si një fshat i vjetër peshkimi dhe së bashku me Shirokën janë ndër zonat më të bukura të Shqipërisë së Veriut. Ai shuhet për prollimin e qilimave tradicional, traditë e cila vijon të ruhet me fanatizëm nga gratë e zonës. Punimet me endje me kalimin e viteve janë kthyer në të preferuarat e turistëve. 6 fshatrat përfaqësojnë pasurinë dhe shumëllojshmërinë e Shqipërisë rurale, nga majat e thepisura deri tek fushat pjellore, nga gurët e lashtë tek ngjyrat e jetës së përditshme. Shqipëria konkuron mes 65 shteteve me plot 270 fshatra që garojnë për këtë titull të fshatrave më të mirë turistik.